ndër shenjat e fuqisë absolute të Allahut të lartësuar dhe pushtetit të tij të pakufishëm është dhe anijet si malet, të cilat lundrojnë në det. Padyshim që krijimi i hapësirave dietare është shenjë, është mirësi nga Allahu i lartësuar. Dhe bërja e mundur që të lundrojnë anijet e mëdha në det është ndër shenjat e Allahut të lartësuar. Allahu subhanahu wa ta'ala ka krijuar kushtet e përshtatshme që të mund të lundrojnë anijet në det. Dhe përmes lundrimit të anijeve në det, njerëzit kanë dobi të mëdha, udhëtojnë, transportojnë mallra, shkëmbejnë gjëra, sodisin dhe shohin mirësitë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Ka anijet mëdha të cilat Allahu i lartësuar në këtë ajet Kuranit i përshkruan si malet, kel a'lam, anijet mëdha si malet. Kjo është ndër shenjat e fuqisë së Allahut, urtësisë së tij, diturisë së tij, vullnetit të tij subhanahu wa ta'ala, pasi detin e ka krijuar me fuqinë e vet madhe, me diturinë e tij. Dhe kushtet për të lundruar anijet në det i ka krijuar Allahu i lartësuar me fuqinë e tij të madhe subhanahu wa ta'ala, me urtësinë, me diturinë e tij. Në të shkuarën era ndihmonte anijet për udhëtimin në det, por edhe për drejtimin e tyre, djathtas, majtas, në drejtim veriut, jugut e kështu me radhë, domethënë. Ndoshta ka anije edhe në kohën tonë që shfrytëzojnë erën për lundrimin e tyre në det. Wa min ayatihi al-jawari fil bahri kal a'lam. In yasha yuskinu ar-riha fayadhlalna rawakida ala dhahri. Nëse dëshiron Allahu subhanahu wa ta'ala, bën që erat mos lëvizë. Dhe kështu anijet mbeten të palëvizshme mbi faqen e detit. Anijet lundrojnë, ecin në det. Po të dëshirojë Allahu i lartësuar, e bën erën të palëvizshme. Si rrjedhim, dhe anijet mbesin në det, fayadhlalna rawakida ala dhahri. Inna fi dhalika la ayatin li kulli sabbarin shakur. Në këto ka shenja për çdo njeri durimtar dhe mirënjohës, falënderues. Pra, në krijimin e detit, në përshtatjen e kushteve për lundrimin e anijeve, mundësinë që ka dhënë Allahu i lartësuar, u ka dhënë mundësinë njerëzve që të udhtojnë me anijet, në fryrjen e erave, ka shenja për njerëzit durimtar dhe mirënjohës ndaj Allahut të lartësuar për mirësitë. Kështu që njerëzit duhet mendojnë mbi këto shenja, shenjat që ka vendosur Allahu i lartësuar në gjatësi. Allahu i lartësuar në vende të ndryshme në Kur'an na bën thirrje që të mendojmë mbi shenjat e tij, mbi argumentet e tij. Ka dhe argumente në gjatësi me të cilat ne njohim Allahun, njohim atributet e tij, si fuqinë e tij, urtësinë e tij, diturinë e tij, mëshirën e tij të madhe, mirësitë e tij subhanahu wa ta'ala. Sa Allahu me fuqinë e tij i ka krijuar këto krijesa, me fuqinë e tij i ka bërë këto kushte. Me fuqinë e tij ka vendosur ligjësitë në det, përfshi dhe ligjësinë dhe rregullin e qarkullimit dhe lëvizjes apo lundrimit të anijeve në det. Këto janë mirësi nga Allahu, kjo është mëshirë nga Allahu i lartësuar. Njeriu duhet mendojë mbi këto shenja të Allahut të lartësuar. Ka argumente fetare, ka ligje fetare, po dhe ka dhe argumente shenja në gjatësi, cilat tregojnë për Allahun, për atributet e tij, për veprat e tij. Ka ligje fetare të shpallura në Kur'an dhe në Sunet, ka dhe ligje në gjatësi. Allahu i lartësuar është ai i cili ka dhënë urdhrat fetare, por po ai ka dhënë dhe urdhrat për rregullimin, jep urdhrat për rregullimin e punëve të gjatësisë, çështjeve të gjatësisë. Në gjitha këto, pra thotë Allahu i lartësuar, ka argument për durimtarin. Sabbar do thotë durimtar, njëri durimtar për bërjen e ibadetit, për kryerjen e detyrave të fesë. Durimtar ndaj gjunaheve, duron dhe frenon veten nga gjunahet, nuk vjen gjunahe. Dhe durimtar në kushte sprove, kur bie diçka që ka caktuar Allahu subhanahu wa ta'ala. Mirënjohës, pra për çdo njeri që është mirënjohës ndaj Allahut, falenderojnë Allahun për mirësitë që na ka bërë Allahu janë të shumta, përfshi dhe mirësitë në det, lundrimin e anijes. Kështu që këto janë shenja për njerëzit durimtar, njerëzit mirënjohës që falenderojnë Allahun për mirësitë. Au yubiqhunna bima kasabu wa ya'fu an kathir, ose
nëse dëshiron Allahu i lartësuar, i shkatron anijet, duke i mbytur ato. Por Allahu i lartësuar fal shumë, nëse dëshiron Allahu i shkatron anijet, duke i mbytur ato për shkak të gjunaheve të njerëzve. Por Allahu i lartësuar fal shumë. Allahu ma fal njerëzve shumë gjunahe, se po t'u jepte pasojat e të gjithave gjunaheve që bëjnë, njerëzit do të shkatroheshin. Allahu na ruaj. Allahu shpëlef të mira. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad.